Kaq shumë vepra. Tu ju bëjmë pyetje që askush nuk ka bërë më parë. Nuk ka qenë Monika Kryemalli. Nuk kam qenë asnjëherë, mu. Ju jeni i lirë? Unë jam i lirë në sajtë një koste. Kush do ta shprehë historinë e Partisë Demokratike? Po historiani i Partisë. Po dhe jo, janë fjalë të shpejta, por duhet të mendosh mirë përpara se ti shqiptosh. Jo. Shumë pak ishit për të ndarë në 3 pjesë zoti. Vetëm tu intervista bëhet e fortë. Ishte vërtetësi Barack Obama president zoti Pekata. Mund të jetë fatostan. Këto ka përgjithësi bashkë. Se Berisha mbetet te vetë. Dhe kjo pengon konkurrencën e lirë. Nuk mund të përballesh dot me Berisha. Sepse i mbyturi mbahet edhe në fjetë e barit. Kjo republikë bën këtë shoh. Më e rëndësishme që unë bëj është të mos rresh së pyetur. Kur thon nesër je kandidat për president. Do deklaroj tu që as nuk e kam në përmend. Do të thosha një dobësi morale. Zoti ministër, cilat teshtra do ktheni? Është diskutuar për Ismail Qemali. Jemi rikthyer sërish drejt për drejt në studio, ja lançova që në nisjet të mëngjesit, jeni zuar jo vetëm me mua, por në mënyrë simbolike edhe me Nilën, sepse ja thash do të jetë edhe ajo sot në studio, do të jenë në fakt çdo javë, ashtu si nisëm edhe në javën e parë të këtij sezoni televiziv për të folur për dietat, por jo vetëm. Mbi të gjitha, Nila ka një armë të fortë në komunikimin e saj, të jetojmë e shëndetshëm, edhe kjo do të ishte mira për të gjithë. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe sërish, kënaqësi të të kem në studio. Nila, kemi vendosur të dy së bashku të flasim për persona që përkasin grupit 0. Madje unë e bëra dhe lançim të vogël dhe në morinë e dietave tua të arta në ka sjellë edhe një dietë veçantë që do diskutojmë gjatë bisedës. Por cilat janë disa karakteristika të këtij grupi që ne duhet i dimë, qoftë në lidhje me ushqimin, por jo vetëm? Grupi 0 është grupi i parë, ndoshta grupi më i vjetër që ekziston në botë. Është rreth 40.000 vite para Krishtit. Mendohet një grup ku kromanionët, njerëzit e parë, e dispononin këtë grup. Është një grup mish ngrënës, i cili është mësuar me gjuetin e mishit, njerëzit e parë natyrisht. Por me evolimin e kohëve, domethënë duke kaluar vitet, rreth viteve 30.000 përpara Krishtit, kur filluan të thashin erat e forta të Afrikës, filluan të thanin temperaturën, ato filluan të uleshin dhe filluan të mësoheshin dhe me peshkun, me konsumimin e frutave dhe perimeve dhe filluan të hapeshin dhe në përbotë si grup. Ky grup është një mish ngrënës, ka një sistem tretës mjaft të fuqishëm, një sistem imunitar të shkëlqyer, mund të themi, ndikon mjaft të mirë ndaj stresit me një aktivitet fizik, por ka dhe veçoritë e tija, natyrisht ka një mjedis acid në organizëm, në stomak. Kjo e bën që të vuaj shumë nga ulçerat e stomakut, gjithashtu ka probleme me piksin e gjakut, ka mungesë të vitaminës K, ndaj i këshilloj që të marrin ushqime apo suplemente të vitaminës K. Gjithashtu ka dhe probleme me frymarrin pak, por është një grup relativisht i mirë dhe i këndshëm. Ekzistojnë 16 kategori ushqimore, ku janë mishrat, peshku, vezët dhe prodhimet e qumshtit, bulmetrat pra, frutat, perimet, vajrat, frutat e thata, gjithashtu erzat dhe pijet. Ka një informacion në mas, Nila, unë e di gjithmonë që ti ke gjithmonë një dëshirë me klientët, por jo vetëm me miq, se tani ke miq pafund, që të paktën të dinë gjërat më elementare, sigurisht një informacion detajuar, jo më kot ke studiuar e ke dhomën tënde me diploma e jo vetëm, por ka një, le të themi, kulturë që gjithë secili që i përket një grupi, në rastin e fjalë grupit 0, të di çfarë i bën mirë, çfarë i bën keq, ku nuk duhet ta teproj. Ka një rritje të ndërgjegjësimit në këtë aspekt? Tani, dietat janë të personalizuara natyrisht. Organizmat nuk funksionojnë gjithmonë një lloj dhe kjo është një dietë e cila ka vite që është paraqitur si dietë dhe nuk është se s'ka qenë rezultative, ka qenë goxha rezultative. Do të thënë bëhet fjalë për rreth 80-90% të atyre që e kanë ndjekur këtë dietë kanë pasur rezultate shumë të mirë. Gjithashtu dietat kanë dhe përjashtimet e tyre. Të njohësh dietën sipas grupeve të gjakut, natyrisht nuk është ndonjë gjë shumë e madhe, thjesht të ndihmon që të ruash, të jesh i kujdesshëm ndaj ushqimeve intolerante, pra ushqimeve të cilat nuk i bëjnë mirë organizmit, dhe gjithashtu duke ditur pak a shumë sëmundjet që karakterizon ky grup gjaku, duhet të jemi të kujdesshëm të marrim produkte të cilat nuk e përkeqësojnë gjendjen, por përkundrazi e rregullojnë dhe e përmirësojnë gjendjen e personit. Ne thamë që dominancë janë mish ngrënës, por ka, le të themi, ushqim për të cilat duhet të jenë të kujdesshëm ose elemente
Faktikisht po, janë 3 kategori, janë ushqimet shumë të dobishme, neutrale dhe të dëmshme. Ushqimet shumë të dobishme natyrisht veprojnë dhe si ilaç në organizmin e tyre, pra kanë efekte kurative dhe janë mjaft të këndshme për organizmin. Ushqimet neutrale janë ushqimet të cilat thjesht ushqejnë, mbushin stomakun, por nuk është se ka ndonjë vlerë të madhe ushqimore për organizmin, dhe ushqimet e dëmshme janë ushqimet të cilat këshillohet të shmangen, pasi mund të përkeqësojnë gjendjen e personit të cilët grupit të cilit i përket personi. Kur bëhet fjalë për pse duhet të dimë, pse duhet të ushqemi ndoshta sipas grupit të gjakut, është shumë e rëndësishme për të njohur dhe përbërësit kryesor ushqimor që janë karbohidratet, lipidet apo yndyrnat, vitaminat, mineralet dhe proteinat. Gjithashtu dhe për të njohur metabolizmin e organizmit. Dim tashmë që 1 kalori është energjia që i nevojitet organizmit për të konsumuar, për të rritur temperaturën e tij me 1 gradë Celsius. Kjo do thotë që për të konsumuar, po të konsumojmë 1 gram protein, kemi konsumuar 4 kalori. 1 gram yndyr është 9 kalori dhe 1 gram karbohidrate është 4 kalori. Pra kanë raporte specifik në çdo gram. Që bie që të marrësh një ushqim, ti arrin të përcaktosh pak a shumë vlerën kalorike të këtij ushqimi. Do të thënë nëse ti ke konsumuar 20 gram yndyr, i bie që ti ke konsumuar 180 kalori të pastra. Kjo është ideja për të njohur pak vlerën kalorike të ushqimeve. Pastaj duhet të njohim dhe cilët janë përbërësit kryesor ushqimor, që janë karbohidratet, proteinat, yndyrnat, vitaminat dhe mineralet. Proteinat janë shumë të rëndësishme për formimin e indeve muskulore, ndikojnë mjaft mirë në formimin e muskujve. Dhe kjo është proteina gjendet lehtësisht, gjendet tek produktet e shtazore, tek mishi sidomos dhe tek qumshti, vezët dhe të gjitha produktet, nën produktet e këtyre. Prandaj janë proteinat shtazore janë më të forte se proteinat që merren nga bimët, nuk janë proteina të plota. Nëse bëhet fjalë për karbohidratet, karbohidratet gjenden kollaj në gjithandej, mund të themi pothuajse të gjitha ushqimet që ne marrim kanë në përbërjen e tyre karbohidrate, qoftë dhe dritrat vet kanë në përbërjen e tyre karbohidrate pafund. Gjithashtu fibrat janë shumë të rëndësishme për organizmin, pasi ndihmojnë mjaft mirë në punën e zorëve, në lehtësisht në tretjen e ushqimit, ndaj këshilloj që të konsumohen dhe fibrat që janë shumë të rëndësishme për organizmin. Gjithashtu vitaminat, natyrisht sasia e vitaminave dhe mineraleve është diçka më e kufizuar në krahasim me karbohidratet dhe yndyrnat proteina që ne marrim, por që këto janë jetike për organizmin në mënyrë që trupi të ketë një sistem imunitar mjaft të mirë dhe të parandalojmë plakjes, sëmundjeve të tjera. Mirë, ne do të flasim mjaft për javë për çdo grup gjaku, për veçantit, por edhe për dietat e tua. Po në përgjithësi, për ta ditur, le të themi sot këtë transmetim drejt për drejt, grupi i gjakut 0 në krahasim me grupet e gjakut të tjera ka ndonjë veçanti, ndonjë ark të fortë simbolike apo edhe ndonjë diferencë? Është një mish ngrënës, që do thotë që është mjaft i mirë, përgjigjet mjaft i mirë ndaj mishit. Mund të konsumoj 3 deri në 4 herë në javë mish. Natyrisht sasitë duhet të jenë të reduktuara. Për femrat është 60 deri në 120 gram dhe për fëmijët, ndërsa për meshkujt është deri në 175 gram racioni ditor që duhet konsumuar. Por gjithmonë bëhet fjalë, grupet e gjakut 0 në fakt kanë ekzistuar ushqimi që ato kanë konsumuar, mish ngrënia që është bërë nga këta, ka qenë në kohët e mëparshme kur mishi ishte bio. Është shumë e rëndësishme kjo për të bërë dallimin, pasi sot mishrat që ekzistojnë në treg janë plot hormone dhe kjo është shumë e vështirë për të marrë produktin e duhur, ndoshta për të konsumuar produktin e duhur. Dhe kjo është arsyeja që në shumë dieta tani ndoshta këshillohet mos konsumimi shumë i mishit të kuq, pasi përbërja me hormonet që kanë ato brenda është goxha e rrezikshme dhe vështirë për organizmin. Megjithatë, është duke pasur një sistem tretës mjaft të mirë dhe mjedicja acid që ka në stomak ndihmon mjaft mirë në tretjen e mishit, ndaj është rezistent ndaj këtij produkti. Gjithashtu peshku është mjaft i këshilluar për këtë organizëm, pasi është shumë i mirë. Gjithashtu duhet të konsumohet në fakt peshku që ndodhet në largësi, në ujërat e ftohta, duke shmangur këto frutat e detit, jo gaforet, jo kallamart, jo karkalecat, duhet i shmangësh pak a shumë. Ka një tendencë tani kur flasim për peshk, ne flasim për frutat e detit, por jo, duhet specifikohemi tek peshku dhe jo tek këto elemente që ju sapo përmendat. Nila më ka sjellë një dietë për të gjithë ju persona që
me patjetër e dini cilit grup gjaku i përkisni, besoj se nuk është më koha ku shqiptarët ende nuk e din grupin e gjakut. Ne do të shohim edhe në ekran, do të kemi grafikisht çdo ditë nga hëna në të diel, kështu që me shënim tani keni mundësi edhe grafike, ndryshe nga eva e parë, mund të mbani shënime, mund të shikoni mjaft mirë në ekran edhe kështu do të bëjmë diferencën në kuptimin që tani do të keni dietën specifike për personat që përkasin grupit 0. Jemi tek dita e hënila. Atëherë, dita e grupit të gjakut 0 për ditën e hënë është mëngjesi një fet buk thekre me një gotë qumësh, soje dhe një lugë mjalt. Është një mëngjes mjaft i mirë dhe mjaft i lehtësisht për të konsumuar. Paradrekja është një fet ananas, ndihmon mjaft mirë në jashitje dhe në nxjerrjen jashtë ushqimeve të ujrave të tepër që trupi akumulon. Dreka është pesh barbuni pjekur në zgarë me sallatë jeshile. Tashmë është e lehtë goxha për të konsumuar sallatë jeshile dhe barbuni është shumë i mirë, lehtësisht i tretshëm, po për këtë organizëm. Më pas ditja vjen me 3 kokra kumbulla. Kumbullat janë shumë të mira për jashitjen, ndihmojnë mjaft mirë dhe me aminoacidet që ka brenda janë të shkëlqyera. Darka është një supë peshku ose perimesh. Unë do preferoja në fakt supën e perime më shumë për t'i shkuar ndoshta një çik, që mund të jetë konsumuar diçka më tepër me peshkun barbun, por gjithsesi dhe supa e peshkut shkon shumë mirë. Ne gjithmonë dietat darkë lehtë. I kemi pak me frikë apo do kursemi për të konsumuar ato që duam, më duk një ditë fantastike, që nga mëngjesi deri te është një ditë e lehtë me jo më shumë se 1200 kalori, një dietë lehtësisht për të mbajtur dhe jo shumë e vështirë ndoshta për të konsumuar si produkte për të gjetur. Mirë, mitë mi, për pak sekonda ja ku është e hëna, jo më kot me një kemi vendosur që të jetë edhe grafikisht në ekran, do të shkojmë tek e Marta? Po. Okej, shkojmë tek e Marta dhe nisim me dietën e të Martës. Këshillohet përsëri një fet buke thekre me marmaladë dhe gjysmë gote qumësh soje. Paradrekja është një gjysmë kokër e mollë. Më pas vjen dreka me 150 gram biftek viçi me sallatë jeshile dhe pasdite 2 kivi. Darka përfundon me një sallatë mikse me domate dhe kastraveca. Një darkë e thjeshtë, e lehtë, por duhet kemi parasysh për grupin e gjakut 0 që ka një problem mjaft të madh me përshtatjen me drithrat. Ai mund të konsumojë shumë mirë një copë mishi sesa një copë buke. Ndaj këshillohet po të vini re feta bukës e thekrës. Në fakt sot në ditët e sotme nuk arrin të gjesh një bukë thekër 100%, pasi 30% është thekër dhe 70% është grur, dhe problemi me glutenin që ka grupi 0 është shumë i madh. Nuk ndikon fare mirë, ngadalson metabolizmin dhe ndikon në mos tretjen mirë të ushqimit. Dhe këshillohet që në përgjithësi të gjitha produktet që përmbajnë grurin të shmangen. Gruri gjendet gjithandej, duhet kemi të kujdesshëm tek salcat, tek pastat e ndryshme, tek orizi madje. Duhet jemi shumë të kujdesshëm në përzgjedhjen duke parë etiketat e produkteve, në qoftë se ka gluten, mira do ishte. Konsumator të vëmendshëm, kujdes me çfarë konsumoni dhe mbi të gjitha lexoni gjithçka çfarë ka në produktin që blini. Shkojmë tek e mërkura. Nga e Marta tek e mërkura për të mësuar tani një dietë tjetër, të një dite tjetër. Bëhemi gati në ekran për ta parë, shumë kurioz edhe unë. Dita mërkure është një gotë lënga ananasi dhe një kokër vezë surbull, mëngjesi. Paradrekja është gjysmë kokër e mollë, dreka lule lakër, spinaq dhe brokoli të zjera, me sallatë jeshile, pasdite 5 kokra ara. Arat janë shumë të mira, frutet e thata janë shumë të mira për këto, sidomos për sëmundjet kardiovaskulare që mund të jenë prezente tek personat e grupit gjakut 0, dhe darka është një tas me sallatë frutash. Ila, më fal që të pyes për lëgjit e frutave, sigurisht që shtrydha e tyre në mënyrë bio është efikase dhe në kushte ideale, por në momentin kur blihen ka një diferencë apo ne duhet të vëmendshëm. Kanë përbrenda ngjyrosës, konservant dhe sheqera të tepër që nuk. Pra idealja është zonja të na shojë në shtëpi një shtrydhe në mëngjes për organizmin. Natyrisht e din të gjithë këtë gjë, nuk është. Mirë, shkojmë tek një ditë tjetër për të kuptuar tani të enjte për të enjte, një dietë që tregohet po grafikisht dhe zonat nderuara. Një dietë që vjen në ekran nga Nila për shënime, por edhe për një jetë të shëndetshme. Mëngjesi një fet bukë thekre me një gotë qumësh soje dhe një lugë mjalt. Paradrekja janë 8 kokra lule shtrydhe, dreka peshk me merluc me sallatë jeshile, pasditja një kokër dardhë dhe darka një pjatë supë peshku. Lule shtrydhet janë shumë të mira për organizmin, pasi përmbajnë vitaminën C. Megjithatë, grupi i gjakut 0 ka probleme në fakt me këto agrumet, me limonin, portokallin, me qitron dhe me lule shtrydhe nuk duhen konsumuar më tepër se një herë në javë, pasi midis e acid që ato kanë në stomak e shton aciditetin në stomakut dhe ka probleme me ulçërën,
Gjithmonë pasdite me sapo shoh deri në të njëjtën, shoqërimi i frutave është i nevojshëm. Janë dy vakte në ditë. Në fakt tu kemi po 2 vakte në ditë, në një ditë më përpara kishim 3 vakte me fruta, që është shumë mirë. Darkën e kishim me sallatë fruta, që është mrekullueshme në turist për të. Mirë, shkojmë tek e premtja, do të eci me ritmin e ditëve. Në këtë transmetim ditët kalojnë shumë shpejt, por me një mision të rëndësishëm për t'ua sugjeruar sa më mirë gjithë ato që na ndjekin në ekran, si do të jetë mëngjesi të premtes. Mëngjesi të premtes është një gotë lëng karote me mollë. Para dreke është gjysmë kokër e mollë, dreka perime zgare me sallatë jeshile, pasditja një gjysmë kokër e mollë dhe darka supë perimesh. Por duhet jemi të kujdesshëm dhe në përdorimin e çajrave. Grupi Gjakut Zero e ka mjaft të mirë përdorimin e çajit jeshil, sidomos kur duhet të ruhet forma trupore. Dhe domethënë mund të këshillohet, por nuk duhet konsumuar shumë kafe në ditë. Mirë, të premten mund ta quajmë simbolikisht ditën e frutave. Dominon në mënyrë të jashtëzakonshme premtja me nuancat e frutave dhe jo vetëm. E shtuna është dieta e radhës, miqtë e mi, zonja dhe zonjusha, por jo vetëm, edhe zotrinjt nuk bëjnë përjashtime për dietat. Një vezë në mëngjes, po Nila? Një vezë jo zirë mirë, pasi problemet me kolitin ekzistojnë në këtë grup, ndaj duhet jemi të kujdesshëm që mos përdoret veza shumë e zirë. Para dreke është një fet ananas, i cili bën shkarkimin e lëngjeve të tepërta në rastin e personave që kanë ritension hidrik. Dreka është një fileto viçik me sallatë jeshile, pasditja është një fet pjepër ose dardh apo pjesh, dhe darka është një kos light. Kjo është dita e të shtunës. Miqtë e mi, janë elemente këto të rëndësishme për të konsumuar ashtu siç ju duhet në fakt, për të mos e tepruar qoftë me elementet e mishit, pavarësisht se jeni dominues mish ngrënës në këtë grup, por për të pasur edhe le të themi nuanca të suprave, të perimeve, të frutave, apo dhe mëngjesit që ishin me bukë thekre, me vezën që Nila sa më përmendi. Shkojmë pak tek e diela se dua të informojmë si do ta mbyll dietën. Unë jam zero pozitiv, kështu që jam edhe unë informuar. Mëngjesi një gotë qumësht soja. Me produktet e qumshtit, grupi Gjakut Zero ka probleme në fakt, pasi mukusi i tepër që ka nuk ndikon mjaft mirë pozitivisht në organizmin e këtyre, dhe i këshillohet më shumë qumshti i sojës. Para dreke gjysmë kokër e mollë, dreka është peshk me sallatë jeshile, pasditja është një kos i vogël light dhe në darkë perime zgare. Mirë, kemi përfunduar edhe të dielën. Kemi përfunduar kështu me të gjitha ditët. Nuk e di nëse është mundur, kjo varet nga regjia, që ditët që ne pam ti kalojmë edhe një çështje sekondash në ekran që të kuptoni edhe një atë çfarë ndodh, por gjithsesi uroj dhe shpresoj tani më edhe vizualisht e morëm përsipër me Nilën të ishim korrekt në momentin që do të ishim sot në transmetim. Ja ku është e hëna, miqtë e mi, mëngjes, para drek, pasdite dhe darkë. Në total Nila për ta bërë rezumen e javës, pak a shumë pra mëngjeset edhe drekat janë ato të cilat kanë janë dita rreth 1200 kalorie për persona që kërkojnë të humbin peshë. Natyrisht kemi arë nga një stin verë, një stin e mbushur plot me pushime, me ditë ngarkuara, dhe është mjaft e rëndësishme që të konsumohet diçka më e lehtë në këtë periudhë. Nuk do thoja që kjo dietë duhet i ndjeki gjithë jetën, vazhdimisht, sepse është një dietë goxha e fortë. Por që pas pushime për të rikthyer në formë, për të humbur disa kilograme të tepërta, do ishte mjaft e këndshme dhe mjaft e mirë. Dhe pse jo e lehtë? Edhe lehtë, absolutisht. Mua është dukur një nga dietat që më ka pëlqyer më shumë, kështu që do ta ndjek të jap fjalën publikisht. E shtuna dhe përfundoj me të dielën. Mirë, miqtë e mi, kemi përfunduar edhe me dietën. Në minutat e fundit ndonjë merak tëndin si një eksperte, por edhe ndjekse e çdo këshillë që jep? Për këto persona, natyrisht përpijet alkolike do isha pak e kujdesshme, i këshillohet të konsumohet birë, po bira pa alkool. Pijet me gaz, pijet me gaz nuk i këshillon absolutisht jo, më falni. Kafeja do ishte e rëndësishme që mos të konsumohet shumë, maksimumi një kafe në ditë. Çaji jeshil do ishte i shkëlqyer dhe gingeri është i shkëlqyer shumë i mirë për këtë grup. Gjithashtu duhet të jenë të kujdesshëm në frutat e thata. Në momentin që duan të ruan peshën, nuk duan të marrin më kilograme të tepërta, duhet të ndalojnë frutat e thata, mund të përdorin faret e kungullit. Arrat janë shumë të mira, por jo me tepëri gjithmonë. Dhe për frutat e perimet, për frutat janë konsumator shumë të mirë të frutave. Duhet konsumojnë gjithçka, por duhet të jenë të kujdesshëm në frutat që përmbajnë vitamina C, e thash dhe më përpara. Tek portokalli, limoni, lule shtrydhet,
tek agrumet në përgjithësi, tek qitra në përgjithësi, pasi përmbajnë shumë vitaminë C, me që kishte një mjedis acid në stomak, duhen të jenë të kujdesshëm. Tepërime duhet të konsumojnë gjithçka, gjithashtu janë, por nuk këshillohet pak domatja, pasi ka një lektin kudongjitse që nuk i bën mirë grupit që gjakut të zero. Nuk i bën shumë mirë, domethënë nuk është se i bën keq. Më pas duhet të jenë të kujdesshëm në përdorimin e produkteve të grurit, të gluteni duhet të kanë probleme, ndaj nuk i këshillohet që të konsumojnë glutenin, duhet të jenë të kujdesshëm në përcjelljen e tyre, mishën dhe peshkun pafundësisht, vezën mund ta konsumojnë shumë mirë, por qumshin dhe produktet e tij duhet të jenë soja. Në emisionin e parë, më njëherë sa përfunduam, sidomos në totale emisionin, në Facebookun tim personal kishte mesazhe, edhe një herë dietën, edhe një herë dietën. Kështu që tani e kemi kryer misionin, sa mirë me Ken Mermali dhe Nilën çdo të njëjtë, të përshëndet shumë, faleminderit për çdo sugjerim dhe kështu. Do takojmë javën tjetër. Faleminderit. Miqtë mi, do takojmë javën tjetër me Nilën, ne do të vazhdojmë transmetimin tonë drejt për drejt, siç ju thash edhe në kalendarin historik që ndoqëm në pjesën e parë, ka ndruar jetë vite më parë Tupac Shakur, mbreti i muzikës hip hop. Ka një material për të, ne do të rikthehemi në pjesën e fundit në Telequiz. Rikthehemi, faleminderit. Klinika Dentare Kristal ofron shërbime të specializuara në fushën e stomatologjisë për të gjitha grup moshat, stomatologji estetike, terapi, pedodonti, trajtim për fëmijë, ortodonci, drejtimi i dhëmbëve për fëmijë dhe të rritur, ortopedi, periodontologji, implantologji, mbjellje e dhëmbëve, kirurgji orale, diagnostikim radiologjik dhe laborator dentar. Klinika Dentare Kristal vjen në treg me oferta të konkurruese. Aparate televizshme për fëmijë nga 32.000 lek, janë ulur në 22.000 lek. Aparatet fikse metalike nga 11.500 lek janë ulur në 79.990 lek. Dhëmb porcelani nga 9.000 janë ulur në 6.990 lek. Zbardhim profesional nga 8.000 lek është ulur në 4.990 lek. Implante nga 550 euro janë ulur në 380 euro. Heqje dhëmbësh falas. Kujdes, oferta zgjat vetëm një muaj. Këto sigurohen nga mjek të specializuar shqiptar dhe të huaj me një eksperiencë shumë vjeçare. Dhëmbët e bukur kristalizojnë buzëqeshjen. Pije zjarrt. Çmim fantastik. Shije absolute. Të zgjon energjinë. Hell Energy Drink. Le të hyj i dyshuar i parë. Le të hyj i dyshuar i dytë. Le të hyj i dyshuar i tretë. Kërkoni cilësi, freski, prodhime teknologji dhe standarde europiane? Veza Reas, veza e shijes tuaj. Kjo është kjo, e gjeta! Universiteti Kristal është vendi ku mund të bëheni inxhinier elektronik, administrues biznesi, politikan, jurist, farmacist, stomatolog, infermier, artist. Ky është vendi. Universiteti Kristal, diploma bachelor, master i shkencave, master profesional. Ky është vendi. Bëu pjesë eksperiencave në deg të shkencave dhe arteve në një nga kampuset, në Tiranë, Fier, Korçë, Kukës. Ky është vendi. Universiteti Kristal, kristalizo suksesin. Mensana Incorpore Sano me doktorin, një emision për trupin dhe shëndetin. Specialistë të fushave të ndryshme u përgjigjen pyetjeve dhe interesit tuaj për tema të veçanta. Shpjegime shkencore me gjuhë të thjeshtë, këshilla praktike për të gjitha moshat, të reja të fundit nga bota e shëndetit, kuriozitete. Me doktorin, një emision për ju, një emision me ju. Presim telefonatat dhe email-et tuaja. Vajzat ishin duke u përgatitur
Për fillimin e sezonit të ri të emisionit Shtëpia e Ëndrave, Mariza ishte tepër e shqetësuar. Në dorën e vogël, një flamur këmbaj, babi flamurtares duhet që... Mariza, mjaftë se në të shmënde! 100 herë një gjë! Mirë jam Leraat që kam halen e kam kuqi dua dalë bukur! Fiona i mbarove flamurët! Po, kam bërë shumë, po gjithë shkollën time! O Ela, po këtë copën flamur do ta bëj? Po jo, mi Fiona jo. Me këtë copën e kuqe, mami im, me qenë se është stiliste, do na qepi të gjitha fustanet kur të kërcejmë për 100 vjetarën e pavarësisë. Sa janë mbarove vizat e mita? Jo, Klea, akoma, sepse dua që ta fitoj patjetër këtë konkurs. Sa mund të bësh shqiponjë? O Goca, po këtë ta Eva nga humbi kështu. Po kërkon një djalë për të luajtur rolin e Ismail Bej Qemalit. Po se kur të zgjedh në vllajin tim? Hikmoj, vllai jot është i vogël. O vajza s'dini vllajin tim se ka për të qerasur të gjithave. Po pse oj, me të qerasur zgjidhet roli Ismail Bej Qemalit? Dhe ta Eva ka thënë se duhet të jetë i zgjuar me 10-a. Ka punë kjo gjë. Që luani tuat dhe mësojmë këndën se jemi me vonesë. Ty flamur të duam shumë, ti për ne në... Shtëpia e Ëndrave, çdo ditë, ora 17.